plotësisht. Unë isha në shtëpi gjithë ditën me fëmijët. Është paradoksale kjo pjesa, po e diskutojmë më vonë, që ka qenë edhe një prej periudhave në aspektin personal dhe të kalimit kohës me fëmijët, më e mira që prej kur i kam ata. Por ideja është që kishim kontakt vetëm me njerëzit e punës, me stafin. Edhe ato diskutime i kishim të vështira, zakonisht vështira për gjendjen emocionale dhe në përgjithësi zakonisht bisedat silleshin rreth zhvillimeve, çka po ndodh, e den nuk ka pas informate dhe ideja që nuk e den ka po shkojmë edhe çka po ndodh, çka do të bëhet tutje, ka qenë goxha e vështirë. Në anën tjetër, të qenë në studio, në kontakt të përditshëm me persona të ndryshëm, me gazetarë që dilnin terren, shkonin edhe në klinikën infektive, edhe kameraman që vinin prej atje me rrezikun 99.9% të infektimit për atë kohë. E dyfishojke gjendjen tam dhe pa ta vendos me shkëput kontakte krejtësisht me njerëz tjerë të familjes. Do me thonë, kam qenë me fëmijët edhe me burrin për 2 muaj nëse nuk gaboj, kam qëndru krejt jashtë njerëzve tjerë. Në asnjë moment nuk i kam taku familjen tam, shoqnin, do me thonë veç punë edhe shtëpi. Edhe në shtëpi kur kam ardh, e kam pas garazhën me hy, edhe prej garazhës është një derë që më çon sallon. Tash në garazh pa ta vendos dollapat dhe krejt teshat që i kam pas aty, do me thonë pa të bëni farë zhveshtore garazha. Që ti mu me hek gjithçka që kam pas vesh edhe direkt në një kese me të cilën mandej ishte në maqinë, mi la, mi dezinfektu komplet. Me dezinfektuesme, edhe kjo pa dyshim që na ka shti në një gjendje jo fort mirë emocionale. Mandej rrugës dhe sa shkojsha në punë, as një vetur të vetme nuk e takoja, krejt vetërniko qel. Imagjinoj prej një situate kur ka pas mundësi me prit 40 minuta në kolon, veç me kalua të rrethin aty, ish krejt e zbrast, edhe jo s'ka qenë hiq e lehtë. Por krejt këto ka pas plot momente kur unë kam shku punë të kajt gjatë gjithë rrugës, ose e kom pas në lidhje direkte me Viber ose me telefon, mi u tregu njerëzve që është rruga qelë, do me thonë emocione dhe tash kur i kujtoj. Po realisht Naile, kur pe përmend rrugën, kur ke pas me raportu për dallim prej sot, do me thonë që me thonë është rruga qelë, gëzohem. Po atëherë, veç ideja që arsyeja pse ka qenë rruga hapur, do të ta krijon atë ndjesinë e frikës. Sakt, se e ke ditë që krejt një botë komplet është mbyll. Edhe tash sikur ta kishim ditë që kalon kështu, çush kaloj, normalisht e kishim marrë shumë të mirëqenë edhe në rregull, shumë mirë, po e shfrytëzojmë kohën me familjet tona, po e shfrytëzojmë, po në asnjë moment se ke ditë çka të pret, çapo të pret, s'po them nesër, mi apo ora që vjen në vazhdim. Edhe në anën tjetër përkundër krejt kësaj gjendje tande emocionale që ke mujt me pas, ti u dasht me shku si gazetare me kry punën tane, me dal me raportu, mos me shfaq në asnjë mënyrë emocionet të tilla çfarë po vjen tash. Ka qenë vështirë me i menaxhu? Ka qenë shumë e vështirë kjo, shumë e vështirë ka qenë se e ke ditë në fakt më falni për mungesë modestie, po është e vërtetë ajo që e them fillim, nuk ka pas kur asnjë emision në të cilin kam qenë bashkëprezantuese dhe jo vetëm shikueshmëri më të madhe sa emision në atë kohë. Edhe ti kur e ke pas idenë që telefoni nuk unal ka asnjëherë, tu të shkruan njerëzit, tu të pyet çka po ndodh këtu, çka po ndodh aty, tu të tregu histori të ndryshme të tyne, tu e pas këtë përgjegjësi, u dasht me sforcu veten shumë. Me i mbajt gjendjen tënde emocionale veç brenda teje, nuk e guxu në asnjë mënyrë me shfaq panik ose fytyra jote, gjendja jote me lënë dikon me nënkuptu që mundet me qenë keq situata jashtë ose ngjashëm. Tash neve gjithmonë na vjen ndo informata që situata është hala më keq sa që po raportojmë. Edhe kjo idea, ky balanci me mbajt ato veç për veti edhe pa i shfaq, pa i marrë vesh të tjerët, është goxha e vështirë. Nganjëherë mendojsha hajde në rregull se na po dalim edhe po raportojmë, po tregojmë çka po ndodh, thjesht po i transmetojmë çato informata, po e kom kuptu sa serioze ka qenë puna edhe kjo balanci i fytyrës edhe gjendjes tem me ato që po ndodh dhe me ato që unë shfaqi tek mas i ka përfundu si fazë. Në plot raste më kanë thonë njerëzit
e kom këshyr ftyrën tande edhe e kom ditë që mirë është gjendja. Do me thonë, në momentin që të kom pa ty që je okej, ftyra jote është mirë, edhe unë i thash, ka pas shumë mundësi me qenë një prej aty në ditëve që onë rrugës të ardhë kom qajt, krejt rrugës prej, do me thonë prej gjendjes në cilën ke qenë, edhe kur ke dalë aty, nuk u dasht me u vrejt kur gjoheq, sepse në fund ditës je dush me qenë profesioniste në punën që e banë edhe nuk guxon me transmetu panik ose emocionet të tilla cilat mujnë me kriju panik të njerëzit. Po ka qenë, në anën tjetër ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme unike që nuk e besoj që përsëritet ndonjëherë dhe uroj në fakt të mos përsëritet ndonjëherë. Është pak e çuditshme kjo puna e të qenit gazetar se në përgjithësi sa më shumë raportime për sfida dhe prej sfidave të ndryshme, aq më gazetar ndihesh.